doktor, mi mbroma doktore, mi mbroma Joanaqe! Sofia DJ Gjeri, David, qaj sot, bravo ti, me 3 shije të papara, boronit, pjesë dhe limon. Ky është the best of me mira javën parë. Javën parë, do ta ishim gjumë, do ta ishim sëmur, do ta ishim në udhtim. Ja që ka ndodhë në këtë studio, Levio, që është mbrapa turistit tim në shef të gjithë e ka gati. Shikoni dhe beston dhe flasin mbrapa. Son dhe kam një deklarim shumë të rëndësishëm për t'ju bërë. Me ne sonte në studio, Arman Shkullaku, Artur Zhej, Pes Bitraku, Lazzarella Dedi, Albano Prodani, Zamira Kita, Loreta Berhami, Rovena Lule, Karafil Shena, Tritan Borici, Gjeni Karaj, Kristi Pinderi, Michael Kane, Ilda Kroni, Romina Gjoni, Alfred Edhi, Nikolin Fërkjeta, Aleksandr Kora. Unë, kryetar bashkia, thot Deliaj, pas se i qershorit, do vazhdoj projektin e Lul Bashkës. Me jepi mua votën, ky e drama është njeriu im, do më japi para ta bëj. Po të votuat mua, Po e luajnë hapur fare. s'keni investime, s'keni për të ngrënë bukë. Por mu skandal, kërcënosh njerëzit që po votuat të tjetrin do ta keni të bllokuar dhe po votuat mua. Skandaloze kjo. Unë kam deal me kryeministin në Valiroj, kjo vetëm Shqipëri ndodh. Me luftën politike të kryetarit bashkisë kundër kryeministit nuk bëhet. Rama kur ishte kryetar bashkie mbas 2007 thoshte më bllokon Berisha. Është vërtet mo? Mbas 2012-s, zoti Basha tha më bllokon Rama. Do vazhdoj me këtë lojë, qyteti do varroset, do vdesim, do asfiksohemi. Ne do të luftojmë për demokracinë, më mirë të vdesim se sa të japim vdesim. Jo, unë nuk jam atë, unë jam me je, unë jam Ky debati mazu ja zotri. Çfarë libri do t'i këshillojë një ndrimtari të pandreqshëm? Poetët bëjnë dashuri ndryshe. Cili libër do të pasuronte shpirtin e një lekisti? Lista e dëshirave të mia. Çfarë titulli erotik do t'i këshillojë një veterani? Vajzat e balkonit, shkruar nga Edmond Tupja përsi. Çfarë titulli i duhet me patjetër për fushat një kandidati për kryebashkiak? Arti për të fituar miqe për shtet. Arti për të fituar miqe dhe pushtet. A është luks të flasësh në dritare për probleme pronash dhe homoseksualiteti në këto kohë eksodi në Shqipëri? Po. Të shohësh të ardhmen nga një dritare e mbyllur. A është e mundur vallë? Ta thysh, ta hapësh. Do mbyllësh dritaren kur ja nisin me thashe themet. Sidomos tek mejhanet rrotull teatrit kombëtar duhen mbyllur. Më beso për këtë. Pse? Është më mirë që mbasi të mbaron shfaqjet të shkosh në shtëpi. Michael i martohet në 15 maj me partnerin e tij Donaldin në shtëpinë e ambasadorit, nuk kuptoj mirë. Ambasadori është gay gjithashtu? The ambassador here is not gay, no. Nuk është gay. Keni 29 vjet bashkë, pse do të martoni tani? Legjislacionet në Angli ka ndryshuar vetëm vitin e shkuar. LGBTI. Po IA çfarë është plak? IA për personat intersex. Persona që lindin ose me 2 organet gjinitale. Si që lindin dhe me penis dhe me vaginë? Po, kanë një ndërhyrje kirurgjikale që është e padrejtë. Po ke heqin vagina o penisi? Në përgjithësi familjet zgjedhin seksin mashkull, duke qenë se jemi dhe shoqëri shumë më patriarkale. Shtuhet nga Korça Bes për perëndeshën e bukurisë. A mburen do pak korçarët? Ju kanë rënë puplat, po prapë mburen. Po prapë mburen. Shtuhet nga Korça për eksodin e shqiptarëve. Po neve ikim për vetë, çojmë për ty. Ai këtu me mua, do ta mbaj më frenë, në fshatin do vëmë, të ngrej më folenë. Wow! E perëndesha e bukurisë. Bravo Levio! Ishte the best of! Më e mira javën parë përgatitur nga Levio për qefin e tij. Jemi rikthyer në studio me bravo ti nga ADD, nga Gjeras Gavi, barmeni simpatik me porselin që na sjell ADD, mund ta jeni Fusion. Sofia, asistente ime Sofi, sotër serioze, që vishet me të zeza dhe bjonde. DJ Cherry Maf tashmë ndërkombëtarizuar, që gëzon këtë studio me muzikat më trendi të momentit në gjithë botën. Bravo ti zoja zotri. Është nga Rauch, një kompani austriake, lider në Europë, një 100 vjet eksperiencë pa parë. Bravo ti, sepse ka ardhur zetësia e verës. Dhe bravo ti është freskia e verës. Është freskia e pjeshkët, boronicës dhe limonit.
bashkuar me Mjalti, Luleshtogun dhe Trëndafilin e Egël. Kombinim perfekt për një kënaqësi super maksimale. Mos pini vera, ja ka thënë 100 herë. Mos pini vera. Vera do të thënë plera. Pini pije. Hajde. Qëtën e ti. Ftojnë studio. Ishim do adokitje falso. Rovena, Stefan dhe Tonin. Rovena, Stefa, Toni, mi mbroma. Si ishme premtuat një javë më parë, sonte është data 15 maj 2015, jemi live në këto momente që po flasim Rovena. Ora është 21:08 minuta në Klan High Definition dhe jeni këtu sonte për promovuar klipin tuaj më të ri, Rovena, që keni bërë së bashku me reperin Toni, që është nga Kosova. Një klip që ka bërë shumë bujt dhe ka arritur brenda pak orëve 150.000 klikime. Një klip i konsideruar nga Gazeta Express në Kosovë, cilën ju e keni hedhur në gjyq, si një klip pornografik. Në fakt, kur unë e pash klipin, thash vete Berat Buzhala, që është djali që drejton Expressin, është shoku jonë, është shumë qefli, si ka mundësi që këtë klip e ka quajtur pornografik, ndërkohë që atje s'kisha asgjë pornografike, fatikisht. Po. Okej, kishte trupin tënd, ishin vithet e tua, po ishin artistike, ishte veshja jote më shumë, ishte... Mu po më vjen mirë që ti po e konsideron kështu vërtet. Unë e pash disa herë klipin se mos, thash vete, mos ka shpëtuar gjë. E ktheva me Ledion, e pash një herë, 2 herë, 3 herë, Toni ishte okej, i veshur të gjitha, edhe ti ishe e veshur. Toni radhës tjetër, do zhvishet, që e kemi lonë. Kur ta vëm duhet... Edhe ti ishe e veshur Rovena, në i fagurës duke asgjë të ndja. Shiko, e di si është problemi. Sfari faleminderit shumë që po i thua këto fjalë publikisht. Jo, realisht, sepse unë do doja të mirja Beratin në telefon, Berat Buzhalë, që se na shikon, na qoj, e keni jedhë një gjyq Beratin? Jam ashtu, gati. A gati se keni jedhë akoma? Po sepse, a di si Berati dhe Gazeta Express, po dhe mediat të tjera, se nuk shkroj vetëm... Shumë i klikuar Expressi. Nuk Expressi shumë i klikuar, po edhe portale tjera, po gazeta, media tjera, morën fjalë të tilla, ose dhe vetë fotot, kanë menduar se është diçka e tillë, dhe më thënë me atë terme kanë quajtur. Pra foto artistike që mund të ketë... Erotizëm pak, sa... Erotizm artistik ishte? Artistik, gjithnjona në sens, jo në sensin e pornografisë, ashtu si që kanë quajtur. Absolutisht kisha asnjë pornografike, vjen keq. E kanë quajtur të tillë, mirë, se cili çdo njeri ka të drejtë të gjykojë diçka dhe të shprehet, sipas këndvështrimit të tij. Po... Jo, një sekond. Pak si me ngut se prej fillimit kanë qenë veç do fotot publikume në YouTube, në Facebook edhe e kanë morë, po thamë ashtu si pak me ngut punën në sajt, tash kur ka dalë klipi, kanë po që qështë edhe ti ma erët me këthys disa herë, me këshyrë ku është që e pjesa që kanë bo kast modhe. Ndështë s'kena Belfit veç. Belfi për ata që se dinë është selfie, por është... I të pasmeve. Kur bën foto të pasmet? Vithet? Po, vithet. Prandaj quhet Belfi që është bëja përpara. Quhet Belfi dhe momentalisht është një trend botror, dhe po të hapim Instagramin apo Facebookun. Dhe gjitha, Kim Kardashian, jo vetëm personazh publik, po dhe personazh normal, do të thënë, dhe unë mendoj se kemi diskutuar shumë herë, edhe në estradën tonë ose në vendin tonë, më duket se është bërë trend jo vetëm për treguar anët e bukura të një trupi, por për të treguar edhe një shëndet fizik të mirë fillt. Me thënë personat sidomos që merren me fitness, bodybuilding, ose në përgjithësi duan të tregojnë muskulaturën e trupit. Ti vetë Rovena? Po, 2 vitet e fundit, po. Ke filluar se 2 vitet e fundit, po mirë. Edhe Toni ja ka nisë. Rovena, do flasim pak më me detaje rreth kësaj historie, po unë them të shohim klipin njerëz, se shumë njerëz që s'e kanë parë akoma në YouTube, edhe pse klikimet kanë arrit kulmet,
Ase bledi BBF, ase BBF, se jepet gjithë ditën në BBF, apo jo? Nuk kam qenë këtu, se i kam me njërë në Kosovë. Normalisht, klipin e ka për Max Production. Max Production, falenderojmë shumë. Po pra, dhe që normalisht klipi jepet nga mëngjezi, dhe në mëngjezin tjetër e pasere. Por nuk ka gjëra që e ndalon KKRT-ja, sepse aty ne jemi kapur. Nuk qëhet me KKRT, kujdes qëhet Ama. Fal, Ama, okej, sorry. Ska problem. Ama jo kafja, mos e gatroni, Ama është një institucion që monitoron mediat shumë i rëndësishëm, por shumë i... Dhe me thënë, unë mendoj që Ama, në këtë rast, nuk e ka gjikuar klipin me ato terma, dhe se po t'ishte do t'a kishte censuru, dhe besoj që do t'ishte në censur, për nuk është në Jeni gati, Rovena? Unë jam gjithë gati. Gjithë dy këtë pyetje i bën vete, sej. Qarë ka të ky klipi Rovenës që është bërë kaq polemike madhe? Leta shofim, dhe gjykoni vetë. Rovena, të kamera mbëllam të kuqe bashkë me Tonin. Ku është? Atje për balteje, Toni, për balteje. Ju do thoni vetëm dy fjalë, klipi quhet Vetëm the të dua, në titull s'ka asnjë gjë fare, absolutisht. Si për shembull këngë të simotrave tona në Amerikë që janë buti tërkohës. Muzika është tradicionale shqiptare. Rovena, muzika është tradicionale shqiptare pak talla. Muzika është popullore, është një nga këngët e vjetra popullore, se edhe këtu do flasim që se na kanë akuzuar shumë se e keni bërë këtë. Rinia sot do të dëgjojë gjëra dhe të tonat vjetra, dhe t'i sjellë trashëgimi. Është pak stil dallava? Është hip-hop, nuk ka të bëjë fare. Ritmi është konga popullore, konga vjetër popullore, që cilën e kemi përpunu, që është tha dhe Rovena, që mosha e re dhe trit, ndoshta kanë qef ma shumë me ndëgju në këtë formë që është ne kena pru. Se koha ka ecë dhe njerëzit e vjetër më shumë, nashta kanë qef në atë verzionin e vjetër, ose mujnë edhe ata me gjiku, po trit mujnë me vlerësu ma shumë, është e punu me krejt ndryshe për kongës vjetër. Edhe Toni ka repovat shumë mirë, orkestrimin e ka bërë e Kuran Krasniqi në Prishtinë, që ne e falenderojnë gjithmonë, e ka bërë shumë mirë bitin, edhe ka sjellë në kohë e Toni kur ka bërë repin, e ka bërë perfekt, dhe thënë jam shumë e lumtur me... Po tekstin që ka bërë? Dhe tekstin e ri e ka bërë Toni. Sofi, atë ndihmon Rovena se mikrofoni lëviz her pas here, sigurisht. Ky këtu, po. Jo, s'ka problem. Jemi gati, Roven? Te kamera allon të kuqe Toni ta shohim, ama se jemi të gjithë kurioz. Klipi më i ri Rovena Stefo Zojas, do të një që e shifni, po do një gjithë kohë në televizionet muzikore, prodhuar nga Max Production, me reperin Toni nga Kosova, një këngë që ka plasur, që ka provokuar polemikat të mëdha, me në thoni za këtë të mëdha, sepse 50-100 veta janë gjërinë për Facebook në rrjetet sociale. Ju kujtoni se bëhet nami, po, ka shumë pak njerëz, ata që shkruajnë. Është një mënyrë për të gënjur dynjan, po, e keni parasysh, po. Te kamera më dham të kuqe Rovena, ju do të thoni vetëm dy fjalë, Ledio, të lutem, kujdes. 2, 1, 0. Ai era mikrofoni prapë, se bëjmë dot. S'ka gjë. Rovena, vuren tavolinë, vuren banak. Dakor. Kujdes. 2, 1, 0. Ledio, të lutem. A, po si ishte Rovena? Do jemi bashkë në kohë. Gati në një kohë, po kujdes. Vetëm the të dua. Unë s'kam thënë asnjëherë. Kujdes. 2, 1, 0. Ledio. A, si ishte Toni? Hajde, e vishën e vetë numëron. Okej, me bo bashkë. Vetëm the të dua. Okej, të kam thënë, po, ka 2 vjetë. Kujdes. 2, 1, 0. Ledio, të lutem. Po, tamam. Nëse këm një vajs, moj me jello në nintën. Nëse t'lin ideal, leja emnin për që i fiton. Se nështa me let kujtona, edhe nëse do vi me ndës ti më vik trak. Vime me dishka në tur do vizat tona, dime me miliona shë takime në do tona. Unë në bashk, asë dhe një fjallë nuk e fash. I kom loke tona zes më kona bashk këtash. E harruve edhe fjallën që më dhe, bisën që ta vash. Së bësove mush, kove ngove tjerë t'i që fash. Tjerë t'i që fash.
zemra Ti dallon shumë pi tjerave femna Bona thej se nuk jemo e jemja Si na sot u harun bashkë kemna Shteshtëm na po deshti koha Prap nuk jëm pishmën që t'njoha Tash edhe nëse jeme të tërkëm për momenot Se une jëm ajt që t'ngroha Për qëllë tejsën dëllim zejsën Em shefte majnë na Pranë që i kem buni koqat Ta shpejtin dojnë na Për qëllë tejsën Em shefte majnë na Kur t'ma lejni një djale Jadjo emrin e tone Jadjo emrin e tone Kur të t'lejni një vajzje Enja emrin robene Enja emrin robene I fer duke thunë që du E tash m'duket ke harru I fer duke thunë që du Rovena Steva dhe Toni në klipin e tyre më të ri, vetë dua. Rikthimi Rovenës në skena erotike, po artistike. S'kishe asgjë që të thoshje, a? E me gjitha të, Rovena. Që shkjo qërë? Ledi është do me thënë kjo? Po luna i DJ jot atje, se qeri këtu s'bën asgjë, po. Ej, nuk ishte, me gjitha të Rovena duhet thënë që pas 15 vjetë karierë që keni ju paka shumë, që nevoj kishit Rovena, gjithsesi, që të tregoni gjithsesi format tuaja që duhet thënë janë super në formë. Faleminderit Çani, faleminderit edhe për pyetjen. Sofi, mikrofoni Rovenës. Jo, është pjesa e poshtë në Rovena, mos u merr me atë pusë me Sofia. Po 15 vite vërtet, por nuk është hera e parë kjo që unë vi në këtë lloj forme duke treguar format, ta quaj kështu. Edhe videoklipi i Malli, domethënë para në vitin 2009, që është xhiruar Malli një zemër e ka marrë me një xhirim videoje në plazh, domethënë shkaktoi polemika që unë nuk i kuptova asnjëherë, për shkak se nëse je në plazh, sigurisht që ne do të paraqitemi me robe banje, dhe unë aty nuk do të shkoj, do të vesh palto, nëse do të tregoj një sken dashurie me dikë, sepse të bësh art do të thotë të imagjinosh. Po, Rovena, po kujdes, se ky është një vend taleban, është një vend myslimanëve, këtu njerëzit aktiv që reagojnë dhe që bëjnë dhe që kundërshtojnë janë shumë më të fortë se sa pasivet. Ti di që ata e bëjnë gjithë zhurmën. Shumë e vërtet, por në rast se ne do të rrim dhe do të friksohemi, atëherë do të fitoj errësira dhe jo drita. Ti ke shpresë këtu mund të fitoj drita, a? Në të ardhmen po. Nëse ne do të jemi ata që do të sakrifikojmë shumë, ne do të jemi të parët që do të na gjuhen, do të na sulmojnë, do të na flasin, por në rast se ne nuk do ta ngrem zërin me forcë, edhe besoj ashtu, nuk e di, kam një e brendshmja ime më thret që ne duhet tregojmë që nuk ka asgjë të keqe të pikturosh diçka natyrale. Arti ka mënyra shprehjes të shumta. Domethënë se cili nga ne që është artist, që konsideron veten artist, e shikon realitetin dhe do që t'i japi mënyrën e tij të t'imagjinuarit. Nëse një piktor e shikon natyrën dhe e pikturon tablon e tij ashtu siç ai dëshiron, është jo komunizëm, po narcizëm i madh që ti thuash pse e ke bërë kështu, pse i ke këto ngjyrat, pse e ke bërë atë pikturën, nuk po e kuptoj çfarë do të thuash ose e tjera me radhë, domethënë. Nuk më duket një nga thyrjet më të mëdha të së drejtës. Kështu mendoj unë, kështu e konceptoj. Nëse më thua pse e ke bërë këtë kështu. Ndoshta edhe s'është e para Rovena që i ka bërë këtë thymje,
jo veç Rovena, po ka dhe shumë këngëtarë që shumë kohë para neve, kam bërë të thimet që përmeni Rovena, kjo është një lloj arti që kërkush, si pas mendimit tem, nuk mundet me ta cenzuru, ose me ta ndalat mendim drejt ati. Edhe saj përket skenës të klipi Malli edhe të klipi jonë tash, janë ata X-at ato që i keni bërë, unë nuk pishë ato vene ku duhet ato më konë ato cenzura. Gjithë kush në plazh shkon me bikini se cila femën edhe djemët. Tashmë me tanga ka dalë moda ose topless për shumë në shumë plazhe që kemi parë. Ne nuk kemi, ka filluar, kemi parë disa foto ose në përpishina, kur i shikon vajzët, nuk ka asgjë të keq se cili njëri, sigurisht në bazë të disa ligjeve dhe normave, po derisa nuk ka vendosur njëri norma që të shkosh në plazh me bikini ose të filmosh diçka, atëherë unë jam brenda ligjit, jam brenda moralit, nuk e kuptoj çka ka të keqe këtu. Në fakt, asgjë të keqe pa thash, janë vetëm 100 veta që reagojnë maksimumi, 50 veta. Po edhe nëse janë më shumë, ndoshta te ne është një lloj frustrimi i madh, një lloj ndoshta papunësia e ka të fajin, s'kan qa të boj njerëz. Dhe mungesa e shtëpive publike, mos haro, Rovena. Ka shkaqe shumë, nejse, mos i... Mos haro, ka një frustrim seksual të papranë. Ka frustrim, po dhe është dhe një frustrim ndaj gjërave të reja, ose nëse dikush bën diçka, mua më duket se kanë edhe për shkak xhelozis. Gjitha bashkë. Gjitha ndikon, jo vetëm në drejtimin seksual ose erotik të çështjes me demek, po më duket sikur ka një s'din çfarë të bëjnë. Po mos haro që nga ndonjëherë nuk duhet haruar që në fakt ata që fillojnë polemikën dhe që fillojnë sulmet e bëjnë për të shitur. Ose haro dhe këti gjë? Mediat po. Po sepse kush e bën zhurmë fatikisht? Mediat po, sepse në rast se ne do ishim aq skandaloz përse këto media po merren me skandalet për shembull. Kështu që mos haro është një rreth vicioz i mbyllur. Të gjitha palët janë okay, askush nuk paraqikon askënd, por duhet bërë sikur që një pjesë njerëzish të klikojnë, kjo rrit fitimet, rrit reklamën e tjerë. Pra, është një kurth i madh, është një lojë ku normalisht naivët bien brenda, shqyrë zoti që nuk janë shumë, po bien brenda dhe ata janë konsumatorë të rregullt prej vitesh. Rovena, kështu që nga ndonjëherë nuk duhet të qani. Jo për shkak të bujës, faleminderit shumë, apo që kanë bërë, më thënë na kanë bërë reklam të madhe. Ndërkohë që Toni, ju vini për të parë në studion time, jam kurioz ta di mbiemri juaj është Ademi. Po, meriton Ademi. Çe keni vetat Ademin? Vetat Ademin veç shtetas. Shtetas. Toni, ju keni kohë që performoni si reper, apo tani së fundi keni dalë në treg? Po, kom kohë që performoj si reper, kom klipe tjera, kom me Shpat Kasapin, për flasë ato që jem pak ma nëmën, me Shpat Kasapin, me Dafina Dautin, Elida Kryezion, këngëtarën e madhe, edhe tash kom rastin me Rovena Stefën, edhe me Koran Krasniqin, bashkëpunimet që i kom deri tash. është i rept, është tregi i egër në Kosovë, tregu i repit, i hip-hopit, kam përshtypjen, se në Kosovë hip-hopi është shumë i zhvilluar se sa në Shqipëri dhe në vendet tjera, apo jo? Edhe reperat e Shqipërisë janë shumë të mirë, edhe reperat e Kosovës janë shumë të mirë, pa marrë parasysh gjuha e repit Shqipërisë nashta pak i ngec do për reperave, se shumica janë shumë të mirë. Është edhe treg i egër, e cegi ma herët Rovena për punën e lajkave dhe klikave ose dislajkave që bëhen për shembull në YouTube. Kjo është një lloj konkurrence, ma mërmenja. Zakonisht njerëzit që i kanë akontet në YouTube, llogaritë e YouTube-it, zakonisht janë njerëz që merren me muzikë, edhe në isha ata si konkurrenta nëse bojnë dislike. Shumë pitynë, nuk po flasën e për krejt njerëz. Po ata e kanë bërë në këtë rast pikërisht me qëllim. Unë po foli për këtë rastin e fundit edhe për rastet tjera, jo në përgjithësi. Toni, unë të falenderoj jashmase që më erdhe, jam kurioz ta di kam një pyetje tjetër për ty. Si ka mundësi që ti këtu më vjen me flok fare të shkurtra, ndërkohë që në klip janë flok të gjata, pse? Ideja në klipin me flok gjata, jemi konë me Rovenën një koncert, mas koncertit, rastësisht e kom vënu në YouTube të flokëve këtë dhe... janë paruke? I mori dhe i vendosi... janë paruke? Po, e ka realizu kaci shumë mirë, edhe i ka pëlqyer ideja që t'ja vendos të këtu, e njerë dhe një bish të voglit është më shumë, mbushëm, Ka pëlqyer ideja, ka pëlqyer edhe mu për me bo diska pak më ndryshe. Po t'jetë pak më artistike edhe to. Pyetja Rovena që gjithë dynjaja po i bën vetes në momente, do t'a di Rovena, a kishit veshur të brendshme në klip apo jo? Nëse ka fotot që me siguri... Jo, janë. Nëse mund të shohim fotot? Nga fotot do ta... është një dyshe, që shmetoni do them unë cila, vazhdo, ec, go on. është një dyshe gjatë xhirimeve, do me thënë me të zeza.
veshja, edhe aty do të duken shumë qartë Ja, që kjo. janë. Kjo po tjetra foto se kjo është profili, dhe në profil të gjithë e dim që sot nuk është koha e parashutave, do me thënë sot ka evoluar koha, nuk veshim më parashuta njerëzit. Parashutat që janë, për ata që se dim? Parashutat kanë qenë kilotat mëdha, boksera, ose të brëndshme më të... Kjo është, mësë është kjo? Jo, kjo edhe vazhdo të lutem, jepi ledi, ja kjo, prit ndale këtu. Dhe nëse duket prej, është një, sigurisht është një tylle veshur këtu në fakt s'duket asgjë do vera. Këtu mund ta... Jo, është gjithçka e mbuluar, është artistike, po nuk duket asgjë. Po është pjesa e trekëndshit që duket që është e brëndshme dhe tanga, normal. Si të gjithë të rinjë sot, jo vetëm unë në skenë që sigurisht nuk do vesh tani ajo nuk duket e bukur artistikisht për të bërë të gjithë shka të që kemi dashur të shprejmë zbashku me Dona Matoshin, që është stilistja e veshjes, dhe nuk e ka bërë vetëm Rovena, se Rovena i ha, i mirë gjitha fajet. Ndërkohë që pas polemikave që plasën pas botimit e Gazeta Express, që e quajt në këngën pornografike, që më duket pak e egzageruar, Berat në base s'di që fare Berat, se Berat ishtë drejtu si gazetës. Po, me siguri, se ka njerës të tjerë që ndoshta punojnë. Në fakt, ju kanë reaguar në Facebook, Rovena, duke u shprehur, 2 pika apëthonizat. Jam shumë e indinjuar me shkrimin e pa precedent të Gazetës Pornografike Express. Ju e quani Gazetën Pornografike Express? Po atyre, deri sa Gazeta shprehet Rovena pornografike, si mund të shprehet për audiencën e vetë, për njerëzit që e lexojnë? Që gjeni përgjigje një farë mënyre. Një farë mënyre. Sa po kam baruar videon, thoni ju Rovena, duhet me toni dhe mora vesh për shkrimi vulgar kundër meje. Unë kam bërë një belfie artistike, belfie për ata që se dinë është foto e të pasmëve, foto e vitheve, është thjesht një shprehje realitetit dhe rrjeteve sociale shkuan Rovena, ku gjen për ditë vajza zakonshme në poza të tilla për të mos përjashtuar yjet botërore si Jennifer Lopez, Beyoncé, Kim Kardashian e shumë goca të tjera. Më tej u shkuan Rovena, arti ka për detyrë të pasqyrojë realitetin në një formë më të lartë. Nuk e di se si ata kanë arritur të futen në skenat e mia të xhirimit, por me siguri që kjo duhet të jetë e lehtë shkuan ju në Facebook. Deri se kanë mësuar të futen në krevatet e të tjerëve. Për ke keni fjallën? Për zotin Sokol Balla, që faktikisht... Dakord. A i referohen i Ballës. Nuk dua të merre me çka kanë bërë Expressin përpara, po faktikisht e kishin shprehur video e Rovenës që do dali, që nuk ishte as pak e vërtet, është original me videon e Sokol Ballës. Exagerim. Po s'ka lidhje fare. Berat? Dhe përde, prandaj jam irrituar të shprehem ashtu, sepse kjo s'pari ishte në sken, komplet ka qenë një staf i madh, aty janë foto. Edhe telefoni stafit, më falë Rovena, telefoni stafit 068 20 02 868 në fund. Qoni një mesazh, reagoni si ju duket klipi i Roverës. Ndërkohë, Berat, më qëtë ti një mesazh, sepse unë kam dru se u la dhe nuk ta kam numrin, Berat Buzhala i Gazetës Express, dhe më thuaj si ishte puna, a ishte ndjeniti apo jo të shkrimi apo jo, që ka provokuar gjithë të polemika. Jo, s'ka gjë se më vonë, kam kuptuar që jo vetëm Gazeta Express, për kur e panë shumë portale tjera, e kanë kuptuar që videoja nuk ka të bëj fare me termat, kanë menduar nga disa foto, nuk e di, do me thënë ndoshta janë zituar. Që kanë egzageru pe fillim. Që kanë disa foto që ishin të pasme vetëmia dhe kanë menduar që qa po bëhet aty video erotike, ku e di unë, pornografi. Rovena, ju belfien e quani trend botror? Po. Se në fakt gjithandej ka, gjithandej? Po, edhe në rrjetet sociale normale, do me thënë njerëz sportist, bodybuildera, njerëz që... Si ka reaguar familja juaj, Rovena? Nuk ka reaguar, shiko, tani me thënë të drejtë, ne jetojmë një vend... Ti nuk është jeton me maj me babin, apo jo? Po, edhe takohem shpesh me ata. E ka fjallë nuk jeton në një shtëpi me ata? Jo, po mirë, nuk do me thënë asë gjë. E ka fjallë nga reaguar, ka marrë telefon? Jo, ne kemi ardhur këtu kur bëd montajin, ne kemi gjiruar në Tiranë, te Max Production. Jo, pas kësaj polemike, si plasin në media, ka reaguar prindrit? Ata e din shumë mirë që çdo gjë që ndodh se edhe te malli, dhe për mallin kam pas polemika, ndërkohë që s'ka qenë asnjë gjë e tepruar. Kështu që nuk është se ju paragjikojnë prindrit. Po ata nuk më paragjikojnë, janë shumë dakord me çfarëdo gjë që bëj unë dhe ndjej. Ç'tha mami? Po tani mami, shiko, si çdo prind, nuk do që të ketë shqetësim fëmia i tij në të gjitha kuptimet. Rast se unë do kem shqetësim, do fillojnë të tjerë, do flasin, do shajnë, për atë është sharje. Po babi? Babi thot qa thot mami njësoj. Sa bukura, është dhe. Me ato një këshill po ju jap,
ju vazhdoni një gjyq, po unë po jap këshillin që mos kote keni që egzagjeroni me gjyqet, Rovena nuk ja vlen. Jo, vendosa që se e pash pastaj që kishin vendosur videon time, tani kishin thënë që nuk është dhe aq pornografik ose diçka tjetër. Në gjyq ja vlen të hedhësh disa shushunja të tjera, po Gazeta Ekspres është gazetë shumë e mirë. Është një online, shiko, është një portal të mërësisht i klikuar, ka mbi 400.000 klikime në ditë. Po, e vërtet. Është lagtar, lexues në ditë. Jo, jam dakord, jam dakord. Kështu që nga ndonjëherë duhet dish dhe këtë hedhësh në gjyq. Jo, nuk, jo, e Kaca, shiko. vendosëm të pushoj. Rovena, kaca vemje, kaca larva, që kanë portale, dhe që jetojnë me gjoba, që vënë gjoba ndaj kolegëve etj, që janë si shushunjat që ju ngjiten çdo pushteti, që godasin kritikët e pushtetit dhe gjenë çdo rast, janë si ata i shohin nga vrime çerti për para çifte duke bënë dashuri. Ke parasysh? Janë sa portale të tilla që unë për shembull unë acarova me ato shprehje çani. Që unë për shembull, më fal, Rovena, që unë për shembull nuk dua të përmend asemrin sepse është reklam për ti përmend. Po, reklam. Kështu jam i detyruar të mos i përmend, pa ata që më dëgjojnë tani e din shumë mirë për kë kanë fjalën. Më kupton? Gjithnjë e dim. Dhe po, atyre bile me duke i shpërfillur dhe duke mos hedhur në gjyq i bën më shumë dëm akoma. Ato jetojnë me këtë gjë, ato jetojnë me gjakun e tjerëve. Duke qenë se s'kan gjak vetë, thithin gjak. Kështu që unë them, varet se kë hedh në gjyq. Jo, e kemi vendosur. Ekspresi për shembull, Ekspresi nuk më duket i tillë. Jo. Mund ta kem gabim, a? Jo, shiko, nuk e kemi vetëm Ekspresi foli, po folën portale të tjera më shumë se Ekspresi. Unë kur i lexova sa ishte Mapo. Arkiva shqiptare? Mapo, arkiva e ka. Mapo.al. Mapo.al, një ca shpreh tjera ose sigurt Rovena nuk ka veshëm të mbrëndshme. Ju nuk e dini atë gjë sigurt. Kjo nuk është fyerje. Jo fyerje, por disa fakte që nuk janë fakte ose që është komplet e kundër. Domethënë mund të jenë, mund të thonë tu kuptohet që ndoshta s'ka, ose a është. E qartë, jenë pak më të kujdesshëm thua. Pak në termat që përdorin se titulli është ajo del edhe panorama ishte nxjerr. Rovena del pa të brëndshme fare. Po nuk është e vërtet njerëz. Vlen që veç pak fjalë tyne dhe më nxitë një keq mendim për kongën edhe për klipin që ka me dalë, derisa shihet edhe mujnë me folë, që ashtu qysh e kam... Po dhe na bëjnë një dëmë të madh, po bëjnë dhe dëmë, disa nuk duan të futen fare, disa njerëz që kanë parajgjykime ndaj erotizmit artistik, disa thëmë pse duhet të zhvishesh kur këndon. Ata e shohin më shumë, dikush në vërtet, po bëjnë propagandë. Qa pas ka tërë, dikush as me këshirë zë zonë. Përveç asaj, unë duhet të them të gjithve, nuk jetojmë në kohën se thonë ti e këngëtare, pse duhet të bësh video dhe pse duhet të pyes. Të ndërpres pak, ti thua si jetojmë në kohën po, e pe Erdogani në Shqipëri? Erdogani nuk e pash këtu. Se ti jeton më shumë në Kosovë dhe në diasporë, se këndon. Të dëgjoje një vjersh që reciton një vajzë shqiptare Erdoganit, është e frikshme. Dhe vëthën, si kur ndodhi ajo që unë kam në mendje dhe disa njerëz si mendojnë si unë kam në mendje, duhet ikim urgjent nga ky vend. Mentaliteti po. Ishte i tmerr. Vjersha e asaj vajze shqiptare që i recitoi Erdoganit, ishte një vjersh me konotacion fetar shumë, një gjë. Ti thua si jetojnë, po kujdes, ti të duket se jeton në Europë. Sepse gjeografikisht Shqipëria është në Europë. Çfarë po duam të bëjmë tani? Se këtë s'po e kuptoj. Po duam të shkojmë në Europë, po duam të shkojmë në Amerikë. Shqipëria po erdoganizohet, zemër. Po unë nuk e pranoj atë gjë. Nuk është problemi nga ana politike, nuk po flas në drejtim politik. Po flas politikisht, unë flas kulturalisht, kujdes. Kulturalisht edhe unë në këtë moment ndihem e kryqëzuar për një gjë që është, e di si më duket sikur këta njerëz për shembull që po shajnë në rrjetet sociale, sikur të kishin mundësi, ata do të bënin inkuizicion. Domethënë ata ndoshta edhe ato fjalë ose ato sharje, po të kishin mundësi, ata do vinin tani drejtim timin ose tonit fizikisht do na dhunonin. Do të thënë se do të kishin mundësi, se shprehjet që i kanë përdorur, se njeriu thot atë që për disa mallkime të tmerrshme. Po gjithsesi këta njerëz që fshihen, janë maska që fshihen gjithmonë pas blogjeve, pas rrjeteve sociale, gjithmonë thuaç reagojnë dhe shajnë me anonimitet ose vënë emra të tjera me pseudonime. Dhe asnjëri s'ke për ndeshur këta në rrugë, bile shumë nga këta kur takojnë në rrugë thonë, "Ua, Rovena, bravo, sa e mirë klipi." Kujdes. Pandaj s'do të bini në këtë kurth, Është një rreth vicioz i papar, është qesharake e gjitha, por s'ke që i bën, se thash, të gjithë duhet të jetojnë nga pak. Kështu do të jesh më zemërgjer. Po mundohem me artin tim, edhe kur dikush po thotë që pse po bën video, edhe unë i them që të dëgjosh muzikën, sot duhet të bësh video. Sigurisht. Sepse jetojmë pas 30-40 viteve ku videot e para janë bërë nga MTV-a, si Madonna e Michael Jackson. Michael i ka videot më të shtrenjta, pse u bë këngëtari më i madh, se videot më të shtrenjta dhe të punuara më artistikisht, nga gjithë këngëtarët e tjerë kanë qenë ti. Rovi, se e di që keni angazhime dhe ke shumë punë dhe nuk dua të lot shumë. Fundit falenderoj që më erdhe dhe që e bëm këtë bisedë bashkë, pam dhe klipin. Sigurisht që
do një dhe pak minuta bashkë me Tonin, por jam shumë kurios ta di, motra jote vogël që më duke se quhet Irva. A ju fut muzikës apo jo? Po, do më thënë ajo bëri dy video këndon ndonjëherë në ndonjë klub, ashtu po ka filluar se ajo ka mbaruar shkollën, ka filluar punë si ekonomiste. Po Elisa është thotë madhja? Elisa është me mua gjithë kohës. Gjithkohën. Po duhet, Elisa është e mesmja më duket, është e mesmja po. Jam shumë e lumtur çani që e kam atë me vete, se është shumë e vështirë ti përballosh gjërat vetë me gjitha kuptimet, se ne nuk kemi një kemi staf që e marrim sigurisht për shkak për këtë staf, për këtë video kanë punuar një staf shumë i madh. Por vetë gjërat i bëjmë vetëm ne të dyja. Rovena, që mos pyes Toni, i cili ka qenë më afër teje sigurisht gjatë gjithë këtë kohë për bërë klipin. Është e vërtetë sepse një nga arsyet që kanë shkuar shumë në Facebook janë dhe format e tua të trupit. Është e vërtetë që ti ke të tua të gjitha këto? Po unë kam treguar Belfin dhe kam bërë Michelin, sepse një Belfin. Aledio, ç'kemi ndonjë gjë tjetër nga Rovena më? Se më duket se kishim një dy gjëra të tjera. Kishte gjëra nga klipi. Kanë dalë? Ato janë të reja fare dhe fotografi Veton Osmani ka përgatitur për shkakun Aledio, vetëm tamam për ty, për emision. Po pra Aledio, se i kishte përgatitur për ne. I kemi? Pa ato që i tregon. Po, vetëm i tregon tani edhe unë. Janë ato foto që pam. Po ato po se kishim mend. Nëse, do të thënë, këtë trup që ne shohim Rovena në klip është trupi jot. Unë kam 2 vite që palestrohem, që ku ke ndërhyrë, më thuaj të vërtetën. Palestër, kam ndërhyrë. Jo. Pare? Belfi kuptohet dhe trupi, kuptohet që nuk mund, s'ka ndërhyrje, se s'ka diçka masive. Se dikush thot, po, si ka mundsi, po. Si mund të jesh kaq e mirë ti edhe në këtë moshë Rovena? Ti si je më gocere? Po e di që s'jam gocere, po s'jam dhe plak tash shikot. Jo, nuk e thash. Nuk e thash. Për ka fjalë nuk je më 20 vjeç, 25 vjeç. Po mirë, po J-Lo është 45. Kush është kjo? Jennifer Lopez. J-Lo, po e the J-Lo, njerëzit se kuptojnë. 10 vjet më e madhe se unë. Ose Madonna është 60. Edhe, do me thënë, palestra kjo të regon që një njeri që merret me palestër edhe me fitness, besoj që deri në fund të jetës, nësë pëdhem se është biologjike dhe naturale që rrudhat të vinë, po trupi... Po ti nuk je kundër ndërhyrjeve, apo jo? Nuk jam absolutisht kundër ndërhyrjeve, po deri tani nuk kam pasur nevojë ndërhyje akoma. Madje dikush më thot hundën e ke çikshu ose për momentin nuk kam bërë ndonjë ndërhyrje akoma, po. Rovena, nga jeta jote vazhdon të mos dihet asgjë, ti vazhdon të jesh single apo jo? Unë jam shumë single momentalisht. Si ka mundsi? Sa herë që vjen në studion time më thua të njëjtën gjë. Po ndoshta se ne kemi 2 vjet pa u parë, e kupton? Pse thua ka ndodhur gjëra të 2 vjet dhe tani që vjen ti je prapë single. E kuptova. Dakor. Do vi më shpesh dhe kur vi shpresoj që të mos vi më single. Dakor. Një klip i ri pritet dalin korrik, më duket apo? Po, do të punojmë shumë. Pra nuk është ky klipi i verës, ky që pam. Jo, ky ishte klip i sezonit. Rëmuje, rëmuje po e shumë. Dakor. Atëre bashkë me Toni ka përgatitur për ju një intervistë që kam të luar thjesht duke marrë shkas nga klipi, nga Belfiet. Belfia apo Belfi? Po, Belfi është termi anglez, po ne kemi Belfije. Belfie. Si selfie e Belfie. Marrë shkas nga Belfiet në klipin e Rovenës në zotëri intervista i quhet Belfie Mania. Toni, a mendon se selfiet janë jashtë mode tani që Belfie Mania është kthyer në trend botror? Këtu përgjigjet janë po jo, nuk ka komente. Jo. Jo. Rov, sa ndjekës, followers, sa ndjekës, Rov, ke mbledhur vetëm në një Belfie? Vetëm me një Belfie që ke bërë. Sa followers ke bërë? Se ke parë? Nuk kam numëruar, po besoj që 300.000 klikat YouTube-it mjaftojnë që e kanë parë për Belfie. Dakor. Toni, a jenë ndjekës i rregullt i vitheve milionere të Kim Kardashian? Zakonisht ketë njerëz të janë, po nashta se kam shumë e rëndësishme. Jo shumë. Rov, a duhet të bësh praktik për të nxjerrë një Belfie joshse? Ne, për të bërë Belfien tonë, të klipit, në moment në fundës, në është dashur 4 herë, vetëm 4 herë të bëjmë dublen, se kur me jep të telefonin toni, duhet ma jep të, unë e mirja gabim, ose a i ma jep të gabim. 4 herë kemi këthyre. Dakor, 4 dubla. Ton, a të pëlqen më tepër të kundrosh vithet në rrugë, apo një Belfie t'i letëson punët? Se di që më të ponë. O njërën, o tjetërën tonë.
Belfie, nështë ta, mos mi këshyrë njerës në të kohë. Belfie. Rov, a vetë shkrep mbi 50 Belfie në ditë në tualetin tëndë? Jo. Jo, nuk je. Në rastin tim nuk jam fare personazhi që bën. Nuk je si të gocat që... Jo, edhe asë një Belfie tjetër përveç saj Belfies publike nuk ka në Instagramin apo Facebookun tim, ashtu privat. Toni, a mendon se Belfiet e çunave bëhen vetëm nga gejt? Zakonisht po. Rov, a mendon se një jetesë e bazuar me Belfie është e vetmja për të ecur përpara pas të 30-tave? Jo, absolutisht jo. Ton, a mendon se Belfie më tepër se sa ekspozim i vitheve është një mënyrë e lehtë për të fituar para? Nështë edhe jo. Nështë edhe jo. Rov, a e ke bler bastunin Belfie stick, shpike e fundit teknologjike për të fiksuarit pas Belfie? Nuk do më duhet më se kjo Belfia ime do bëhet aq e njohur sa s'kam nevojë të bëj Belfie tjetër. Ishte intervista Belfie Mania. Tani Ledjo? Tani çani. Para si bëjmë Rovena Stefas dhe Tonit një intervist tjetër me titullin me pull të kuqe, për t'i bërë qefit dhe atyre që mendojnë se këtë klip është me pull të kuqe, se ne jemi zëdhënës të gjithë zërave. Ne të bëjmë një gjiro me Rovenën, Tonin, DJ Qerin, Sofin, Dafin dhe gjithë dynjan, do ikim të bëjmë një gjiro Ledjo urgent, se kam të reja për t'ju thënë, do ikim nga Delta plak, gjithë Shqipërinë është Delta. Shikoni mirë të pamje, kuj nuk i pëlqejnë ofertat, sidomos për produktet cilësore të Deltas në zotëri. Plaka që fillojnë me 3.8 euro metri katror me një pafundësi dizajner dhe kombinimesh, parket laminat, çmime që nisin nga 4.9 euro metri katror cilësi gjermane. Set hidrosanitar vetëm 95 euro, kabina dushi që fillon nga 84 euro apo mobile banjo me 83 euro, pa pare e të Delta. O nuk baro me kaq, Delta Home ka nisur ofertat të pabesueshme për çdo gjë që i duhet shtëpisë tënde. Kënde të papara që fillojnë nga 490 euro, tavlina ngrënie që nisin nga 280 euro, karige tua dëshiruara që fillojnë nga 65 euro. Një pafundësi ofertash dhe produktesh të Delta dhe Delta Home. Tashmë të gjithë e dinë ku ndodhet Delta. Delta Home, Delta Home. Gjithandej në gjithë Shqipërinë. Pas pak një kthehemi në studios në zotëri, edhe pak me Rovenën, Rovena Stefan dhe Toni, të cilët janë kustonte për klipin e tyre më të ri. Vetëm se të dua një klip që ka arritur në 200.000 klikime në pak orë, tani po më thonë. Një klip i prodhuar nga Max Production, transmetuar gjatë gjithë ditës në PBF Television. Pas pak çastin të studio, ngrin Arman Shkullaku, ABC News, Provald, Artur Zhej, Mapo Pigal, Zonë e Lire Elektorale. Pas pak qasës, unë dhe them t'i shka që ju e pisit i gjithë. Më pisit e pak. Rimi mbrëma toksore, jeni rikthyer në emisionin tim të 474 Zonë e Lire live. Në këtë P2 pjesë të dytë e emisionit të sonte, ora në do moment e po flasim, është 21:52 minuta për thënë që jeni live. Me Rovena Stefan, sonte dhe Tonin për klipin e tyre më të ri, vetëm se të dua. Në klip që ka provokuar polemika të papara. Gjithandej një mashtrim i madh për të gjithë ju që vini brenda në kurt të paparja në Instagram ju kam. Me gjëra fjala, jemi në studio me Bravo Ti, çaj juaj i sport i preferuar me 3 shije të ndryshme, boronis, pjesh, limon. Karau, kompania austriake lider 100 vjeçar në Europë. Me i kjeras Dafi për qefin e vetë, Barmeri që mas jelatët që është në kratë të Sofis, edhe DJ Qerit, se e zotri.
Pas pak vjen në studio Arman Shollaku, ABC News për balë Artur Zhejt, Mapo Pikal, zonë e ri elektorale. Tashmë tradit, çdo javë në studio deri dhe pas zgjedhjeve të Nisë Qershorit, për të dekrituar fushatën dhe jo vetëm. Para se të rikthehemi dhe pak me Robin dhe Tonin, bëjmë një xhiro Levio, ikim në Tek dhe Carrefour se bëhet nami. Ikim në Tek Levio, destinacioni fundjavës si gjithmonë mbetet Tegu. Kujdes, të fundjavë nga ora 12 e drekës deri në orën 15 mbas dite, 12:03. Mjafton që ju të konsumoni diçka të restorantet e vetë shërbimit në katë të dytë në Tek, edhe me faturën i doruani mund çoni kalamajt tuaj të luajnë falas tek Lëndina. Atje ka një edukatore që dedikohet dhe kujdeset vetëm për kalamajt tuaj. Mos harro të shtunë diell nga ora 12 në mesditë deri në orën 15, e sigurt që kalamajt do kënaqen shumë, ndërkohë që ju rini rehat dhe bëni një blerje në Tek për qepin tuaj. Por qojni me pas kalamajt dhe të prenatari pas Lëndinës, sepse ka fest speciale për të vejtë dhe dhurata për fëmijët fitues, plus ulljen të gjithë artikujt e dyqanit, s'ka ndodhur asnjëherë më parë. Dhe sigurisht për të mbyllur bukur ditën në Tek, shihoni specialitetet e verandës. Veranda është restoranti i ri, tek hyrja portokalli të Tegu, pizza dhe pizza furdururi dhe kuzhinë italiane e papaj. Super seksi ky restorant. Unë shkoj shpesh dhe kam afër shtëpisë. Super veranda, super. Dërko, mos ikni pa u futur te Carrefouri, zona e zotëri. Carrefouri ky supermarket i papar, që gjithmonë bleni lirë, mirë, keni dhe lloj produktesh me çmime super. Carrefouri ju bën dhurata për çdo blerje mbi 3000 lekë, merrni dhuratë një aksesor me gur Swarovski. Super. Mos shkoni te marketi Lagit, shkoni në Carrefour, mos hani vera. Me gjëra fjala për të gjithë ju që mbrini tani, ky emisioni transmetohet nesër në orën 11 në Klan. Jam në studio në këto momente live me Rovena Stefan, zonja Zotrin dhe Tonin për klipin e tyre më të ri me titullin Vetëm më the të dua. Dhe për gjithë ju që e humbët pjesën e parë të kësaj interviste, pa merak, nesër në orën 11 e rishikoni në Klan HD dhe pas nesër në Klan Kosova. Intervista e dytë që ka përgatitur për ju Rovena Toni quhet thjesht për t'i bërë qefin dhe atyre që mendojnë se ky klip kishte probleme dhe kishte pamje pornografike, ndërkohë që s'kishte fare. Intervista quhet Me pull të kuqe. Rov, a quhet Me pull të kuqe kur kapni veten nga vithet në klip? Po jo. Nuk e kam kapur? Jo, po jo vetëm. Po, do të shuaj me pull të kuqe, por nuk e kam kapur. Se ke kapur. Ton, a quhet Me pull të kuqe kur bën komente online të tipit alamet femre çfarë belfie? Jo. Jo. Rov, a quhesh me pull të kuqe nëse shesh shpesh filma me pull të kuqe? Jo. Toni, a quhesh me pull të kuqe nëse she ëndra erotike me shokun tënd të ngushtë? Shumë me pull të kuqe. Rov, a quhesh me pull të kuqe nëse ju ndizet gjaku sa herë që kapesh për flokësh me një këngëtare tjetër që ta shpif? Evitoj komplet. Ton, a quhet me pull të kuqe kur një femër të zhvesh me sy? Se di, jo. Jo, po sigurisht që jo. Rov, a quhet me pull të kuqe nëse një femër ju fton të kaloni natën bashkë? Jo, se Jo. varet nga liria e saj sigurisht. dhe dëshirat. Ton, a quhesh me pull të kuqe nëse organizon një fest me gjithë ish të dashurat e tua? Po. Jo, Ton. Jo, po. Po, vërtet? Po. Ton ishte për nga Kosova i papare. Unë i falenderoj jashtë masi që kisha në studio. Të duam shumë, Klipi- shumë i mirë dhe në korrik, ti the në korrik nuk jam, po nuk jam the në korrik. Jo, në 3 korikë është emisioni fundi për të sezon, dhe pastaj ne bashkë do rishikojmë shtator, me kismet jemi mire. Do të vim, do sigurisht. jemi shumë mirë, do jemi A shumë. kismet duhet thënë gjithmonë. Faleminderit shumë. Po, kismet po. Me gjithë Erdogan që po vinë në Shqipëri, Do vinë të na vrasin. kujdes! Po përcjellim me muzikë Rovin dhe Tonin
për qefin ton, klipi quhet Vetëm the të dua, për gjithë që doni ta shikoni shumë për të kapur një detaj, e keni te BBF-ja. Nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos.